Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi. Por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13:21. Përshëndetje miq të dashur, jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Ju që na dëgjonin në Radio 7 Albania, ke i parë këto kohët e fundit, skenat se si grabiten pronat e njerëzve. Dhe unë dua të filloj me një histori të vërtet. Një burr shqiptar punoi 22 vite në Itali. Dhe çdo vit ai dërgonte para, çdo vit ai gëzohej kur dëgjonte nga fëmijët e tij se shtëpia po ndërtohej dhe po ngrihej. Kur u kthye shtëpia ishte shumë e madhe, me 2 kate me obor. Por ai pa që djali dhe vajza nuk flisnin. Vllai kishte marrë më shumë nga trashëgimia dhe motra ankohej se nuk ishte drejt. Dhe kështu babai u ul në oborrin e shtëpisë që kishte ndërtuar me djerz dhe qau. Pastaj i tha një fjali që nuk do ta haroj. Unë ndërtova këtë shtëpi por humba familjen. Dhe kjo është historia e mira familjeve shqiptare. Sot Shqipëria është e lodhur. Ka 2 javë që njerëzit protestojnë, familjet janë të plagosura, ka zemërim, ka mosbesim, ka ndjenjën se i forti merr gjithçka dhe i dobti i hesht. Dhe shumë shqiptarë sot thonë, pronat tona u morën, toka jon u grabit, drejtësia nuk po vjen. Dhe në mes të kësaj kohe, fjala e Perëndis na çonte libri i profetit Abdia. Është një libër i vogël, vetëm një kapitull, por ka një mesazh shumë të madh që flet për kohën tonë pra. Sepse Abdia flet për një popull që u grabit, jo nga të huajt, por nga vllai, për njerëz që përfituan nga fatkeqësia të tjerëve, për zemra që u verbuan nga lakmia dhe Perëndia foli. Nuk foli Perëndia si politikan, nuk foli si analistët sot, por flet si gjykatësi i gjithë tokës. Para se të lexojmë, duhet të kuptojmë një detaj që ndryshon gjithçka. Shikojmë në këtë libër, librin e Abdis, flet për Edomin, që ishte populli që kishte rrjedhur nga Esau, vllai binjak i Jakobit. Me fjalë të tjera, Edomi dhe Izraeli ishin një gjak, ishin vëllezër. Domethënë, ata që grabisin pronat sot, qofshin oligarkë, që fuqishëm o çfarë do qofshin, ata janë vëllezër të një gjaku. Edhe oligarkët janë vëllezër të një gjaku, vëllezër që vjedhin pronën e vëllezërve të tyre. Prandaj është dhe mesazh dhe për juve, mos jeni grabitqar të vëllezërve. Me fjalë të tjera, Edomi dhe Izraeli ishin gjak, ishin vëllezër. Dhe kur Babilonia i sulmoi Jeruzalemin dhe e çoi popullin në mërgim, Edomi, vllai, nuk i ndihmoi, po qëndroi më një anë dhe i pa. Madje i grabiti dhe prona dhe pasurit. Mori atë që mbeti pas largimit të Izraelit. E njëjta gjë. Vëllezërit tuaj të dashur oligark u larguan në emigrim, po lanë tokat e tyre këtu. Dhe ju si Edomi shkua dhe i rrëmbyet, i grabitët pronat. Dhe Perëndia e shikon, dhe Perëndia sot po të flet nëpërmjet librit të profetit Abdias. Lexoj tek kapitulli 1 vargu 13. Nuk duhet të hyje nga porta e popullit tim, ditën e fatkeqësisë së tij. As të soditje edhe ti me kënaqësi mjerimin e tij, ditën e fatkeqësisë së tij, dhe as të shtrije duart mbi pasuritë e tij, ditën e fatkeqësisë së tij, kur emigroi domethënë. Nuk duhet të viheshe në udhëkriqje për të masakruar i kanakët e tij, dhe as të jepje në dorë armikut ata që kishin mbijetuar ditën e fatkeqësisë. Sepse dita e Zotit është e afërt dhe tërë kombet, atë që u bëre të tjerëve do ta bëjnë ty. Shpërblimi i veprimeve të tua do të mbjerë mbi kokën tënde, sepse ashtu si keni pirë nga mali tim të shenjtë, kështu do të pinë tërkombet vazhdimisht.
Po, do të pinë, do të rëkëllejnë dhe do të jenë si të mos kenë qenë kur. Por mbi malin e Sionit do të jenë ata që mbijetuan, dhe do të jetë një vend i shenjtë dhe shtëpia e Jakobit do të shtjerë në dorë pronat e veta. Shtëpia e Jakobit do të jetë një zjarr, shtëpia e Jozefit një flak, por shtëpia e Esaut do të jetë si kallamishte. Ata do ta djegin dhe do ta glabërojnë, dhe shtëpisë e Esaut nuk do t'i mbetet asnjë trashëgimtar, sepse ka folur Zoti. Ata të Negevit do të zotërojnë malin e Esaut dhe fushën e vendit të filistenjve, do të zotërojnë dhe fushat e Efraimit, fushat e Samaris dhe të Benjaminit do të zotërojnë Galaadin. Të robëruarit e kësaj ushtrie të bijve të Izraelit që ndodhen midis kananeasve do të zotërojnë vendin deri në Serapta. Të robëruarit e Jeruzalemit që ndodhen Sefarad do të zotërojnë qytetet e Negevit. Atëherë disa çlirimtar do të ngjiten në malin e Sionit për të gjykuar malin e Esaut dhe mbretëria do të jetë e Zotit. Le të lutemi. O Ati dashur, ne të falenderojmë, o Perëndi, për fjalën tënde që flet akoma dhe sot. Të falenderoj për Radio 7 që na jep mundësinë të ndajmë këto mesazhe. Është një mesazh që flet tamam për kohën sot, o Zot. Dhe fjala jote flet nëpërmjet profetit të Abdis, o Zot. Po kemi vëlla grabitje këtu, o Zot. Edhe tokash pasurish, o Perëndi. Prandaj ne lutemi, o Perëndi, që ti kthesh në pendim, o Zot. Edhe të mund të kthejnë gjithçka që kanë marrë, o Zot. Lutem për ta, o Perëndi, sepse ja kanë marrë vllajt, nuk është një i huaj, por është vllai, dhe mos të sillen si Edomi, o Zot. Por të qëndrojnë pranë, o Perëndi. Prandaj lutem ky mesazh të flasin në zemrat e njerëzve, o Perëndi, të kthehen tek ti me pendim, o Zot. Në emrin e Krisht lutemi. Amen. Para se të lexojmë pra, çfarë na thot Abdia? Na flet për Edomi. Nuk ishte një armik i largët Edomi. Ishte vllai binjak i Jakobit. Ishin një gjak lexuan pra. Një gjak që rëmbyen grabitqar pra. Dhe çfarë mesazhi është na flet sot Abdia për Shqipërinë sot? E para është që njeriu pa perëndim bëhet grabitqar. Edomi ishte vllai i Izraelit. Dhe ky është detaji më tragjik pra. Ti po i merr tokën, pronën, vllait tënd. Kudo ku banon në Shqipëri, që nga Konispoli deri në Vermosh, ti po grabit pronën e vllait tënd. Jo armikut, jo të huajit, vllait. Pse? Sepse je larguar nga Perëndia. Dhe kur njeriu largohet nga Perëndia, zemra bëhet e ftohtë. Hyn lakmia dhe mëshira del. Njeriu fillon të jetojë me logjikën si të fitoj unë. Ky është mendimi i oligarkëve. Si të fitoj unë, si të marr unë, si të përfitoj unë. Dhe kjo ndodh sot. Jo vetëm në politik, jo vetëm në biznes, por edhe në familje. Ka vëllezër që nuk flasin prej 15 vitesh për një mur. Ka motra që urrejnë njëra tjetrën për një cop tokë. Ka fëmijë që nuk shkojnë me prindrit për shkak të trashëgimisë. Pse? Sepse prona u bë më e shenjtë se dashuria. Dhe kjo është idhujtari moderne. Prandaj dhe Bibla na thotë Kolosianëve 3:5. Lakmia është idhujtari. Lakmia është idhujtari. Dhe urdhrimi 10 është mos lakmo pronën e tjetrit. Mos lakmo pronën e tjetrit. Dhe disa njerëz nuk përkulen përpara statujeve, por përkulen përpara pasurisë, përkulen përpara dokumentit të pronës, përkulen përpara metrave katror. Dhe Edomi humbi vllain e vet pra për tokë. Sa shqiptar kanë humbur familjen e tyre për të njëjtën arsye. Pika e parë pra që pa mësh kur largohesh nga Zoti, hin brenda fryma grabitqare, fryma e lakmis. E dyta, Perëndia sheh pa drejtësinë. Po dikush do thot, po ku është Perëndia? Pse hesh? Pse të lijt fitojnë? Edhe Abakuku bëri të njëjtën pyetje. Deri kur o Zot do thras dhe ti nuk do të më dëgjosh? Dëgjoj pak mirë, mik i dashur. Heshtja e Perëndis nuk do thot mungesa e Perëndis. Perëndia sheh gjithçka. Ai e pa Edomin kur grabiti Izraelin. Ai pa Babilonin. Ai pa Faraonin dhe lotët e sklevrëve. Ai pa Ahabin kur mori vreshtin e Nabothit. Ai pa Jezebelën, gruan e mbretit Ahabit, kur organizoi vrasjen e njeriut të pafashëm për tokën. Ai sheh dhe sot.
ai sheh Shqipërinë, sheh familjet tona. Te Galatasit 6:7 thot: mos u gënjeni, Perëndia nuk gënjehet, sepse çfarë do mbjell njeriu atë dhe do të korr. Ky është ligj shpirtëror, po aq i sigurt sa ligjet e fizikës, sa ligjet që ndiqni. Një kom që mbjell korrupsion do të korr mosbesim. Një familje që mbjell lakmi do të korr përçarje. Një zemër që mbjell krenari do të korr zbrazdi. Edomi mendonte se kishte fituar, por historia na tregon se Edomi u zhduk si kom. Dhe Izraeli ekziston sot, Edomi jo. Drejtësia e Perëndis, miq të dashur, vonohet, por nuk anullohet. Pika e tretë, toka pa Perëndin nuk ka paqe. Pyetja e vërtet sot nuk është a ke pron. Pyetja e vërtet është a ke paqe. Sa njerëz ndërtuan shtëpi të mëdha, por nuk flën gjumë natën. Sa emigrant punuan 20 vite jashtë dhe kur u kthyen gjetën fëmijë të larguar nga Perëndia dhe të larguar nga njëri tjetri. Sa njerëz fituan prona por humbën marrëdhëniet. Prandaj dhe Jezusi thot: "Çdo bi ka njeriu të fitojë gjithë botën dhe të humbas shpirtin e vet." Juve të dashur që mirni pronat e njerëzve këtu në Shqipëri, çdo bi ka, nëse merr gjithë Shqipërinë, gjithë hartën e Shqipërisë, por të humbasë shpirtin e vet. Mendo pak për Ashabin, mbretin e Izraelit. Ai kishte pallat, kishte pushtet, kishte gjithçka, por donte vreshtin e Nabothit, fëmijët të tij. Nabothi nuk donte ta shiste, ishte trashëgimia e babait të tij. Dhe Ashabi u kthye në shtëpi i mërzitur dhe i zemëruar. Mbreti i një vendi të tërë ishte mjeruar për një vresh pra. Lakmia e tij ishte pangopur. Sa më shumë merr, aq më shumë dëshiron. Pra, ky është dhe problemi më i madh i Shqipërisë sot. Nuk është vetëm prona, është zemra. Sepse nëse zemra nuk ndryshon, edhe po të zgjidhen të gjitha prona, njeriu prap do gjejë diçka tjetër për të luftuar. Mëkati gjithmonë kërkon territore të reja. Prandaj dhe ky predikim nuk mbaron me gjykim, sepse abdia nuk mbaron me gjykim. Te vargu 17 thot: "Por mbi malin e Sionit do të ketë shpëtim." Çfarë fjalë e bukur pas gjithë asaj që kemi dëgjuar. Do të ketë shpëtim, do të ketë drejtësi, dhe kjo na çon tek Jezusi. Në Edem ne humbëm trashëgimin, mëkati na grabiti, Satani na vodhi paqen ton. Ne dolëm nga shtëpia e Perëndis me duar bosh, por Jezusi erdhi për të na rikthyer atë që humbëm. Ai nuk erdhi si politikan që premton reforma, ai erdhi si biri i Perëndis që pagoi çmimin. Ai është trashëgimtari i vërtet, ai është mbreti i Sionit, ai është drejtësia që nuk korruptohet, ai është bariu që nuk grabit delet. Tek Zbulesa 21 na thot se një ditë do të ketë një qiell të re dhe një tokë të re. Nuk do të ketë më protesta, nuk do të ketë më padrejtësi, nuk do të ketë më grabitje, sepse Krishti do të mbretërojë me drejtësinë e tij. Prandaj, dy lloj njerëzish që dëgjojnë sot këtë mesazh. I pare ai që ka vuajtur padrejtësinë. Ndoshta të kanë marrë pronën, mik i dashur, vëlla i dashur. Ndoshta dikush të ka mashtruar, ndoshta sistemi të ka lënë pas dore, ndoshta familja të ka tradhtuar për tokë. Dëgjoj, Perëndia shikon. Perëndia nuk të ka haruar. Por mos lejo që i dhërimi të bëjë si Edomi. Mos lejo që padrejtësia të tjerëve të kthejë në padrejtësi vet. Eja te Krishti sot, sill zemrën tënde te Krishti. Ai të bëhet drejtësia jote. Dhe i dyti, ndoshta ti, vëlla i dashur, oligark ose jo, ke marrë më shumë se sa të takon. Ndoshta di diçka që zemra e ti e di pra. Ndoshta ka pasur një vendim të gabuar, ndoshta ke lënduar dikë për pasuri. Edhe ti Perëndia të shikon, por dhe Perëndia fal. Kujdes, sepse nuk mund të gënjesh Perëndin, mund të gënjesh vllajin. Mund ta mashtrosh, por Perëndin jo. Nëse mbjell korrupsion, do të korrosh pra drejtësinë e Perëndis. Nëse mbjell pendim, do të korrosh jetë. Zgjedhja është e hapur. Prandaj, mos lejoni, miq të dashur, vëllezër dhe motra, mos lejoni që toka t'ju marrë qiellin. Mos lejoni që prona t'ju vras dashurinë. Mos lejoni që lakmia t'ju verboj si Edomi. Ka diçka më të madhe se toka, prania e Perëndis. Ka diçka më të madhe se trashëgimia njerëzore, trashëgimia në Krisht. Dhe ka diçka më të madhe se drejtësia e njerëzve, drejtësia e Perëndis që një ditë do të vendos gjithçka në vend.
Mos lufto gjithë jetën pra për një tokë dhe të humbasësh qiellin. Mos fito pronën dhe të humbasësh shpirtin, sepse një ditë mbretëria do t'i përkas Perëndis. Eja te Krishti sot. Sill instiktin tënd grabitqar përpara Krishtit dhe thuaj: O Zot, unë kam mëkatuar. Më fal dhe shko te vllai. Ktheji atë që i takon vllait. Ki quhet pendimi i vërtet. Le të lutemi. O Zot, sot sjellim para Teje zemrat e lodhura dhe të lënduara të popullit ton. Ne sjellim ata që kanë vuajtur padrejtësinë dhe kanë nevojë për ngushëllimin tënd. Ne sjellim ata që kanë bërë padrejtësi dhe kanë nevojë për pendimin tënd. Ne sjellim familjet e përçara për prona dhe kanë nevojë për shërimin tënd. Preki zemrat tona, o Zot. Bëj që trashëgimia jon të mos jetë toka, por Krishti. Bëj që drejtësia jon të mos jetë avokati, por ti të jesh avokati jon. Dhe bëj që shtëpia jon e vërtet të mos jetë ndërtesa, tulla dhe betonet. Instikti i betoneve që ekziston këtu, por prania jote. Në emrin e Jezusit lutemi. Amen. Miki dashur, Zoti thot që jemi kalimtar në këtë botë, jemi të huaj në këtë botë. Ndërtesat dhe pronat do rinë edhe pas vdekjes son. Ajo që ka rëndësi është të rregullosh marrëdhënie me Perëndin, me vllajin, me motrën, me prindrit. Prandaj gjej paqe me ta. Unë të uroj një javë të paqët me Zotin dhe me familjarët e tu. Mirupafshim në emisionet e ardhshme. Zoti të jetë së bashku me ti, kudo ku je. Ju bekoj dhe ju përqafoj. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashkë mirëdëgjofshim. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tan? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21.